Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku që ditë botën, djathi në mëngjes shëron këto 4 sëmundje, ja kush duhet ta konsumoj me njëherë. Kush nuk e do djathin, shqiptarët e konsumojnë shumë. Një fetë djathësh ndërron edhe sallatën apo vaktin më të mërzitshëm në një gosti tepër të shijshme. Djathi gjithashtu edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduara edhe nga mjekët për shkak të vlerave shëndetësore që ka. Por, a e kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë të gjitha vlerat e tij? Duke qenë se është një produkt i cili konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt ka potencialin e tij më të madh. Sipas të dhënave, mëngjesi është pikërisht vakti më i përshtatshëm ku trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Këtu ju do të gjeni të listuar të gjitha arsyet pse djathi i bardhë duhet që të konsumohet në mëngjes. Është shumë i thjeshtë për t'u tretur. Sipas ekspertëve, djathi i bardhë është një produkt i bulmetit që organizmi ynë e tret fare lehtë. Fal strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin ta shpërbëjnë shumë shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësohet edhe përthithja e mineraleve që ai përmban. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti anti-inflamatore, ai gjithashtu ndihmon shumë edhe në tretjen e të gjithë personave që janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Ka përqindjen më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke e çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga persona të cilët kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon në ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm, sidomos edhe të përthithjes së yndyrës edhe gjatë ditës. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se është një burim mjaft i mirë i proteinës. Përveç sasisë së konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin ta pasurojnë me sa më shumë proteina. Nga ana tjetër, ato i japin organizmit ton më shumë energji gjatë ditës dhe nga ana tjetër janë jetësore për shëndetin tuaj të muskujve. Plot me vitamina. Djathi i bardhë është i pasur me vitaminat më të rëndësishme siç janë vitamina B6, vitamina A, fosfori. Vitamina B6 ka një funksion thelbësor për metabolizmin dhe gjithashtu funksionon mjaft mirë edhe për formimin e qelizave të reja. Sipas ekspertëve, duhet të dini që ndërkohë që vitamina A, fal antioksidantëve që përmban, lufton të gjitha radikalet e lira dhe sigurisht fosfori, i cili është i fundit në radhë, por jo nga rëndësia, është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit ton. Dhe sipas ekspertëve, është një mineral i cili gjendet në secilën qelizë dhe ndihmon stomakun të ruajë ekuilibrin e aciditetit. Në bashkëveprim me kalciumin, ai rigjeneron dhe ndërton qelizat kockore dhe gjithashtu rrit jetëgjatësinë e organizmit. Nga ana tjetër, këto vitamina dhe minerale, në qoftë se do të konsumohen në mëngjes, ato do të arrijnë që të ruhen edhe në organizëm dhe njëkohësisht të kryejnë edhe funksionin e tyre për gjatë gjithë ditës. Një probiotik fantastik. Djathi i bardhë është gjithashtu një produkt fantastik dhe ideal për shëndetin e aparatit tuaj tretës. Ai përmban një numër të lartë probiotikësh të cilët ndikojnë në përmirësimin e funksioneve të stomakut, por jo vetëm. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se ndihmon në shëndetin tuaj të kockave. Sipas ekspertëve, duke qenë se djathi i bardhë
prodhohet nga qumshti i lopës, i deles apo i dhisë. Sipas ekspertëve, nëse ai konsumohet në mëngjes, do ta bëjë trupin tuaj që të përfitojë nivelet e duhura të mineraleve, si për shembull të kalciumit dhe të kaliumit. Gjithashtu, djathi ofron mjaft përfitime për shëndetin ton. Djathi mundet që të ketë shumë yndyrë dhe kalori, por nëse konsumohet me mas, ai gjithashtu do të kontribojë në shëndetin e trupit në mënyra nga më të ndryshmet. Kjo është edhe arsyeja pse djathi, i cili gjendet në tryezën tonë të drekës çdo ditë, mbetet një nga ushqimet më të mira për shëndetin. Përmban vitaminën e mrekullueshme B12. Vitamina B12, e cila është njëkohësisht e vështirë për të gjetur, na çliron nga lodhja dhe dobësia, përmirëson qëndrueshmërinë e përgjithshme të trupit të njeriut dhe e bën atë më rezistent ndaj vështirësive. Gjithashtu shoqërohet me një humor të mirë dhe siç mbështesin studimet të ndryshme, arrin që të lehtësojë edhe simptomat e depresionit dhe gjithashtu që të son ankthin. Së fundmi, por jo nga rëndësia, është përgjegjës edhe për prodhimin dhe rinovimin e qelizave të trupit, duke kontribuar në një pamje më rinore. I dobishëm gjithashtu edhe për zemrën. Sipas studimeve të botuara, konsumimi i përditshëm i djathit shoqërohet me një rrezik afërsisht 3% më të ulët për goditje në tru. Për më tepër, konsumimi i përditshëm i djathit, sigurisht me moderim, shoqërohet me një rrezik akoma edhe më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare dhe si rrjedhoi me jetëgjatësi. Pasi rezulton se në studimet të bëra në mbar botën, është thënë se konsumi i produkteve të qumshtit shoqërohet me një rrezik më të ulët të humbjes së jetës. I mirë për tretjen, bakteret e gjendura në djath janë njëkohësisht tepër të dobishme edhe për shëndetin tuaj të trupit. Konsumimi i djathit rregullon mikroflorën bakteriale dhe përqendrimin e baktereve të mira në zor. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se mund të përmirësojnë tretjen dhe metabolizmin. Ekspertët nga ana tjetër kanë treguar se djathi përmban afërsisht 280 deri në 450 mg kalcium për 100 gram. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme kalciumi rrit ndjeshëm masën kockore dhe njëkohësisht kontribon edhe në osteoporozë. Për më tepër, kërkimet shkencore vënë në duke se kalciumi mund të parandalojë shtimin në peshë pasi nxit djegjen e yndyrës dhe parandalon akumulimin e saj. Ka shumë proteina. Proteinat kontribojnë në rregullimin dhe aktivizimin e metabolizmit, ndërtimin e masës muskulore në trup, djegjen e dhjamit, përmirësimin e humorit dhe shërimin e plagëve. Pasi studimet tregojnë se ato nxisin rritjen e indeve të reja. Pra, mos ta anashkaloni djathin në vaktet tuaja ushqimore. Djathi është një nga ushqimet me më shumë vlerë dhe është një burim mjaft i mirë i proteinave, kalciumit, vitaminave dhe mineraleve. Krahas shëndetit të zemrës, konsumimi i djathit ndihmon edhe në forcimin e kockave dhe ul rrezikun nga osteoporoza. Efektet e djathit janë të dobishme edhe për hipertensionin dhe shëndetin e dhëmbëve gjithashtu. Kjo pasi kontribon edhe në mbajtjen e dhëmbëve të fortë dhe të shëndetshëm. Djathi përmban sasi të mëdha të vitaminës dhe të kolinës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.